Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, në përmbyllje të porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në këtë hadith të gjatë që e përcjellin njëri prej shokëve të pejgamberit, fjalë pas fjale kemi ardhur deri te porosia e fundit e këtij hadithi, në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot: distancohuni nga tri vepra të këqija. Tha distancohuni nga thashethemet, distancohuni nga pyetjet apo dilemat, dyshimet e panevojshme. Dhe e treta në këtë hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe distancohuni nga rruga e shfrytëzimit të pasurisë në vepra të gabuara. Dhe sot me lejen e Zotit të Madhërisëm do ndalemi te kjo porosi që ka të bëjmë me rregullimin e jetës së njeriu në jetën e kësaj bote. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na thot: ju ndaloj që ju ta kesh përdorni pasurinë. Ju ndaloj ose ju porositi që të mos bëni gabime të tilla, që ta kesh përdorni pasurinë, sepse kesh përdorimi pasurisë nënkupton shpenzimi i saj në rrugë të gabuara të jetës. Dhe shpenzim të pasurisë nënkupton, në kuptimin negativ e kam fjalën, të shpenzohet pa nevojë dhe për gjëra të cilat i ka ndaluar Allahu xhelle wala dhe nuk janë në dobi të njeriut. Vëllezër të dashur, në ka mësuar Islami se njeriu në ditën e gjykimit ka me dhënë llogari për pasurinë. Një llogari e ka se si e ka fitu pasurinë, dhe llogaria tjetër, pyetja tjetër që kërkon përgjigje, ku e ke shpenzu pasurinë. Sepse mundesh me fitu pasurinë me halal, me njerëz, por nëse e shfryzon haram përsëri, ke bë gabim të madh. Edhe do të jenë rani që llogaritesh para Zotit Madhërisëm. E gabimin më të madh që bën njeriu në këtë dunjë kur mendon dhe thotë se pasuria është e jemja. Asgjë s'është e jote në këtë dunjë. Gjithçka është pronë e Zotit Madhërisëm. Madje as pjesët e trupit që i bën njeriu në këtë dunjë janë të vetat, po janë pronë e Zotit Madhërisëm. Edhe shpirtin që e bën ti s'është pronë e jotja. Është emanet i dikujt tjetër, i Allahut xhelle wala. E nuk mundesh munis nga ky kanë me thonë se unë e kam fitu pasurinë, tash është punë për mua që shpenzoj, edhe nëse në rrugë të haramit. Allahu po na porosit dhe pejgamberi po na thot se në ditën e gjykimit do të llogariten njerëzit si e kanë fitu pasurinë dhe ku e kanë shpenzu pasurinë. Ka me pas njerëz në ahiret që ku të pyeten si e ke fitu pasurinë, do të përgjigjen mirë sepse kanë fitu pasurinë me halal, me njerëz. Por pyetja e dytë, ku e ke shfrytzu pasurinë, pastaj është begi të lashe, sepse ke mujt me shpenzu pasurinë në rrugë të haramit. Edhe do të ketë njerëz në këtë dunjë, në ahiret, që në të dy pyetje dështojnë. Edhe përgjegjësia është e madhe. Allahu thotë ka e ke fitu pasurinë, Allahu e din, po do me përballë me realitet. Dhe ky e ka fitu pasurinë pe haramit. E pastaj pyetja e dytë, e si është e mundur me haram me ke fitu dhe me haram me ke shpenzu. Pse ke ngarku veten me diçka që e ke ditë që kemi ardhur dhe me llogari para Allahut xhelle wala. Vëllezër, po jetojmë me një kohë që pak njerëz e vrojnë mendjen se si e fitojnë pasurinë. Dhe pak njerëz janë ato që brengosen ku e shfrytëzojnë pasurinë. Në këtë dunjë, ai i cili e ka dert mënyrën që pasurohet, ai e ka dert edhe ahiretin. Dhe ai i cili e ka dert mënyrën ku e shpenzon pasurinë, ai e ka dert ditën kur del para Zotit të Madhërisëm. Sepse çdo cent i kësaj bote, pitam cent, ama çdo njerëz e kësaj bote në ditë ka me ardhur në përgjegjësi para Allahut xhelle wala. Çfarë kuptimi ka jeta, pasuria, vlera, nëse e fiton me haram dhe e fiton me halal dhe çon haram? Dhe çfarë kuptimi ka jeta, çfarë dobie ka pasuria e cila fitohet pe haramit dhe shpenzohet në haram? Pra e fundos njerin këtë dunjë dhe në botën e përjetshme. E fundos njeriu në këtë dunjë dhe në botën e përjetshme.
Rasulullah po na thot, kujdes. Kujdes ku po e shpenzon pasurinë. Çish po e shfrytëzon pasurinë? Në fakt çish po e shfrytëzon edhe jetën komplet. Ku na po ja kushton jetën dhe si po e menaxhon pasurinë e jetës në jetën e kësaj bote. Vëllezër, është interesant një çështje se na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në jetën e kësaj bote janë 4 kategori të njerëzve sa i përket pasurisë. Thot grupi i parë i njerëzve, thot Allahu azza wa jalla ju ka dhënë pasuri dhe ju ka dhënë mendje. Ai e din se pasuria është hak i Zotit Madhreshëm dhe e shpenzon pasurinë në rrugë të mëshme, rrugë të mira. Thot se Allah i ka dhënë edhe dije dhe pasuri, e din se kush ka hak në pasuri dhe kush nuk ka hak në pasuri. Thot grupi i dytë i njerëzve në këtë dunja, Zoti Madhreshëm ju jep vetëm dije, po s'ju jep pasuri. Sa njerëz të mëshëm këtë dunja kanë jetuar dhe jetojnë të varfër dhe shkojnë te Zoti Madhreshëm, po s'kan pas pasuri. Dhe ky mëshmi thot sikur të më kishte dhënë Zoti pasuri, unë kam pas projekte të mëdha pozitive për jetën, për familjen, për shoqërinë. Edhe shpërblejet e Zotit Madhreshëm për qëllimin e mirë që ka pas. Edhe pse s'ka pas mundësi me dhon pasuri. Thot grupi i tretë i njerëzve, Zoti Madhreshëm i jep pasuri, po s'u jep mend, s'u jep mençuri. Dhe ky kur të pasurohet, ky nuk ka aftësi me kuptu se pasuria në përgjithësi. Në ta ka hak Zoti Madhreshëm. Në ta ka hak ligji Zoti Madhreshëm. Në pasuri ka hak shoqëria, familja, rrethi, e kështu me radhë. Ky se di fare se s'brëngohet për punë. Dhe shndrohet në një farforme në njëri negativ, sepse me pasuri shtyn përpara punë të këqija. Allah e na ruaj për këtij niveli njerëzve. Krejt kanë me lanë për mi dheja, më përgjithësi nga me pas të madhe. Apo shefni njerëz vëllezër sot në kohën tonë pasuni që s'kan frikë Zotit, çka bojnë me parë. Shkatrojnë familje, shkatrojnë shoqëri, mbjellin harame të mëdha në shoqëri. Shkatrojnë gjithçka. Por në ditë do t'i vjen momenti dhe kanë me dhënë llogari para Zotit të Madhreshëm. E dini se ka pasuni këtë dunjë që kur kush nuk e din që një cent e ka dhënë rrugën e Zotit Madhreshëm. Edhe ka përfundu puna ti jetë ati. Pra Allah i ka dhënë vetëm pasuri, por si ka dhënë mençuri me kuptu se pasuria në sprova më të mëdhaja që llogaritë një në ahiret është pasuria. Është argument shumë i fuqishëm kur del para Zotit Madhreshëm. Dhe ai i cili se ka frikë Allahut, s'ka mençuri, mendon se me pasuri ban gjithçka, harron se është e përgatit terrenin për llogari para Allahut xhelle wala. Harron se në ditë kom ju kthy pasurinë e bumerang. Është me gat kjo po në vesh kurtimisht për shakos. Pra kjo lloj i tretë njerëzve që kanë pasuri po s'kan mençuri, se njeh Zotin e Madhreshëm. Si njeh ligjin e Zotit Madhreshëm. Bele kur ti thoshe e din më vllasin pasuritë tone, ka hak i varfri, ai tallet me ty. Kur ti thua e din se në hak tonin, në pasuritë tone ka hak feja, ka hak xhamia, kanë hak njerëz të varfër, ka hak shkolla. Ai pes pare si për këtë punë. Edhe çka thotë vetë kam fitu. Edhe me që ke fitu vetë, atëre ndëgjoheni hadith pejgamberit kur vetë keme dekapitulu fatin tanë në urë të Siratit. Dhe zbashku me pasurinë tonë hedhesh atje ku askush për neve s'dëshiron. Pra dështon këtë dunja dhe dështon në ahiret, sepse si ka thënë Allahu dije me kuptu se pasuria është përgjithësi. Dhe i fundit vëllezër, thot pejgamberi alayhis salam, pe kategorive të njerëzve janë një grup njerëzve që Allahu azza wa jalla në këtë dunja as nuk i jep pasuri as mençuri. Por ky i shkreti me njet e fundos fatin e vet në ahiret. Qysh me njet? Thot me pasuri une kisha bën filan pune. Dhe ky i projekton punë të këqija në tru. Ky e merr gjunohin tu në shtëpi. Sa Allah ja din jetën. Ky fundosët me kakejt. Dhe thot se kur ti shapat pas dije, unë e kisha manipulu për çështje të ndryshme, jo për gjëra pozitive. E tha Rasulullah, ky i shkreti e ngarkon barrën e vet me iluzione të kota në jetën e botit. Pra pejgamberi po na porosit vëllezër, e nderuar rini,
Po na thot Rasulullah, kujdes çysh e fiton pasurinë. E kur t'jep Allahu pasuri, kujdes ku e shpenzon. Po jetojmë në një kohë që po na vjeshohet harami, sponsorizohet për haram parë e madhe, që ty më të nxjerr pe binarëve të saktë të jetës. Kujdes, se edhe kjo smundje kom jarë fundi. Edhe këtune marzirave të cejkue kom jarë fundi. Që ka nara të në para neve, edhe të një e muni. Ruje dinitetin. Kujdes, mos lakma që të pasurohesh në haram. Edhe kur të pasurohesh, kujdes ku shpenzon. E keni pa vëllezër, në shembull thjesht po e marr. Njerëzit krenohen që waliyadhum billah, krenohet që ka për shembull verë në shtëpi, edhe thotë kam ble 5.000 euro, 10.000 euro. O vallahi, edhe 1 milioner në paguash atë raki të Allahu është haram. Edhe në shishtarit nëse e qeta është haram. Asgjë si arrit vlerën e saj në të Zoti më të rishëm. Është mëkat që ka më të fundos. Ndesh shpenzove, ndesh nuk shpenzove. Asgjë s'ke ba me të ati. Ti veç e ke nërshu dhe kapëtërimi fatit tanë. Ku do të llogaritet nëse para Allahut xhallahu ala. Haramin sa dush me zbukuru është haram vëlla. Me çka dush zbukuru haramin? Me çka dush? Aja kanë min haram dhe për cilën kime kanë peng nesër në usiratit. Edhe kime llogarit para Allahut. Unë e mora si shem. Se po jetojmë këtë kohë që aty çysh është ku ti je sinqert, njerëzit mendojnë që ti je naiv. Ata nuk e dinë se ti ki frikë Allahut. Ti s'don me një llos jetën tane me gjonat këshia të bote. Ai mendon që ti se kupton jetën. Ai mendon që si jetin këtë dunja. Ama ai nuk e din se ti ki frikë Allahut. Dhe ti jeto ecë për një rrugë të saktë. Pse kush pelëje ka haramin? Sa dush zbukurohe, haram. Mëkat i madh dhe për këtë jep llogari për Allahut xhallahu ala. Si shembull e mora, vëllezër, sepse po jetojmë në një kohë që shpenzojmë kot. Po ja vap një shembull në çfarë kohë po jetojnë vëllezër. Ai shefni forumet e ndryshme të botës, kur t'japin statistika vjetore edhe flasin për varfrinë e popujve të ndryshëm. E dini vëllezër që veç në 2025-ën, që e lam frik, sipas indeksit ndërkombëtar të ushqimit, 1.6 bilion ton ushqim janë keq përdorur për një vit. 1.6 bilion ton ushqim janë keq përdorur veç vitin 2025. Për më ta thjeshtu me kuptu çka po bën fjalë, në e menë në akşam në shpitanet e edhe në shpitane. Edhe këshërën në sofër, sana të pranë dhe ku e gjujna. Edhe e merë vesh që statistik për 1.6 bilion ton kesh përdorim të gjanave ushqimore me cilat në bjeton njeri. Pse kështu kanë shpenzu njerës pa nevoj. E kanë kesh përdor riskin që Allah ja ka dhanë. Kejt jemi që aty. Se cili këna shpia. Unë si shembull për të japë. Do më 1.6 bilion ton ushqim janë kesh përdor vetëm gjatë vitit 2025. Dhe çuditërisht sipas indeksit të ushqimit botëror, prin Shtetet e Bashkuara të Amerikës për kesh përdorim të ushqimit. Se kom shurë në këtë statistikë. Unë s'punoj aty. Unë po i lexoj sa shurë. E qysh është e mundshme me 1.6 bilion ton të ushqit, kesh përdorimit të ushqimit, dhe të njëjtën tokë ku jetojmë ne, njerëzit, me vdek njerëzit urije. Kush ka me bajt përgjësi nese për Allahut azza wa jall? Cili civilizim ko ka ky që po na mësoj ka se na duhet ta kesh përdormi pasurinë edhe nëse tjetri vdes uni. Çfarë civilizimi është ai i cili në kohën e këtij civilizimi vdesin njerëz për shkak të urijës? Dhe çfarë sistemi ka ky pra?
Për këtë arsye bota deta ta dhënë në funksion ligjin e Zotit Madhreshëm, kena me pak si njerëz. Kena me pak si ligje. Ligjet xhungullës, i fortit do të më mbijetu, i dobtit me dek. E për këtë arsye po na thot pejgamberi sa do të llogaritesh për gjujtjen e pasurisë, për humbjen e pasurisë, për keshpërdorimin e pasurisë. Madje ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu në fakt në Kur'an ajetën surën Isra, thotë se keshpërdoruesit e pasurisë janë vëllezër me shejtant. I përngjan shejtanit mënyrën e jetesës. Nuk kemi as na musliman më mirë këtë çështje. Edhe ne bëjmë begi shpërdorim të ushqimeve kështu me radhë. Ase kemi derdh vëllezër. Unë po të garantoj që në xhami ku po flasun këto tema këtu, mesin ton ka mundësi me pas pleq të gjeneratës vjetër që e kanë përjetu varfrin, që ndashta s'kanë pas buk me angë. S'kena pas me angë buk në këtu, sepse dikush e ka hu dhe ka gjujt, e ka keq përdor, të ka marrë dhe hisën tonë dhe temën. Pra qësh se sa mina mësën feja, ka thonë pejgamberi alayhis salam, edhe në deti nëse je, mos e keq përdor ujin, edhe nëse je në deti. Deti ka sa dush, kur se pas pakohet, te ndi gjykimit. Po ti si njeri bën përgjegjësi nëse keq përdor pasurinë. Edhe një shemull thjesht vëllezër, edhe ku të marr me avdes ka thonë Resulullah, është haram edhe avdes ku të marr, mi të bëni punë të mirë, me marr avdes e punë e mirë, se kemi fal namazin. Edhe avdes ku të merr ka bë haram pejgamberi me shpenzuj më ashtu se çiki nevojë. E çka më bën neve xhamatit tuan vëllezër, edhe na për shtëpia po edhe në xhami këtu. Uji nxehtë është në xhami, po dikush e paguan atë rrim. Edhe vjen shqiptari, muslimani, e lëshon çeshmën, edhe nalet në ulse aty, edhe gjysë ore ban muhabet a ujë derdhet. A mendon se s'ki me dhënë llogari para Zotit ta? A mendon se një ditë Allahu s'ka më pyet për keq përdorim që e ban shtëpi Zotit Madhreshëm? Mo kimo pyetje për shtëpitane. E leje ma kjo që e vakaf. Unë për apë vetë si shembull. Jemi darë në xhami vëllezër, ama nuk ban rrugës të në xhami na me ba gjana që sa takojnë neve. Pra keq përdorimi i pasurisë është prej mëkateve të mëdha. Unë këtu po përfundoj këtë temë sepse do të vjen afër Ramazanit dhe do të trajtojmë tema tjera, duke lutur Zotin e Madhërisht na ban dobishëm dhe të kemi përfituar diçka për porosive. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha.